heshtje tash. Gjensila i dhezi, Luana i shuajti. Gjensila ka dhezi një shqiptari. Luana duket shumë mirë, duket normal, i ka linja, duket që ushtron, nuk është e egzagerume, nuk duket që ka shenja tas një ndërhyrje, se nuk ka edhe Luana është akuzume për BBL. Po, shumica e njerëzve që janë estetik janë të akuzume për çështje nga më të ndryshme. Qoftë Ozempik, qoftë BBL, qoftë ajo, apo kjo. Po tash të si nana këtu, juve si kina thirë si dizajnera më në komentu, apo do këtë mira keq. Ju, si pas mënyrës ju me komentu linja trupore, nëse u shtran, ajo do këtë që janë natyrale. Kjo e ka, adin e ka dhe genetiken pak ma speciale për njerëzve tjerë, po për ndryshe mund është me... Po në anën tjetër Marina, së është që ka të njëjtat forma? Po nështë nuk do me thonë tek lau ose motra nuk do të thotë që kjo genetikën e njëshet, kështu që s'ja kemi ka format. Kështu relash për fund me fol, unë Luanën e ku mushtru, 2 vjetë, nështë edhe ma shumë se 2 vjetë. Tis nga të regon kur gjohë? Jo, mrena për mrena gjimit kom pas edhe jenë munu me gjetë diçka që ka pas intervenime, sinqeresht po tam, nuk është që kom mujt me vrejt diçka. është pak ma kërvi kështu, e ka linjat, se belin tani mande, belin e ka tepër të ngusht, edhe kur ma bëshën jo garanti ka hek brit. E kena diskutu që pjesë pikrisht me ta. Edhe, thëke, për shifi zamër të ke, shifi, numërëm i britë, sa bri i kam këto. Në me thonë, asë njëherë nuk menoj, nuk besoj. Nuk besoj se në qatë kohën, sidomos kur ka ushtru me mu, nuk mundet mu këthy nëse e bën intervenim, mu këthy me njëherë në fitness. Aja ke numru Brit Luana Vjollcës? Jo, s'ja kom numru. Po unë menoj që e ka genetikë. Në qatë kohë, kur ka qenë Kosovë, se tash si mo, s'është prezente. Po jo, tash jo. 2 vjetë mira nështë ako që e kom ushtru.